nuk e ka nequr nga deputete që është zgjedhur. Ka nequr Belindën nga zyra që po hetohet. Dhe ai, Edi Rama, si që nxjerr nga xhaketa emrat e ministrave. Po kryeministri nesër më. Edhe kryeministri valla, nuk pezullon kryeministrin, qeverin, kryeministrin si institucion. Gjykata, po individin, individin e korruptuar. Po se valla, po kush e vendos kryeministri, parlamenti apo prokurori more? E kupton ku po shkon mo? E ke deviju komplet shtetin e drejtës. Partia, po jo më dëgjoj një sekond, dëgjoj. Partia propozon, voton parlamenti, bla bla bla. Dhe kur pezullohet e zvëson. I ngrefet një prokurori atje, si për kryetarin e bashkisë po ta them prap, edhe thot, e di çfarë thot? I them e kam shokun prokuror Shret Varaku. I them unë jam kryetari i partisë Matë. Shiko si i banalizon. Pa ai prokurori vetëm kokër të burgut po veproi kështu si. Dhe mua më teket nesër dhe ata ke synim ti të trullosësh, se s'po flet po tamam. Un kam synim ti informoj. Jo, ti duke më lejuar mua. Ku e ke këtë prokuror? Ti trullosësh. Ku e ke këtë prokuror? Prokurorët e kos. Ashtu po e kërkon dhe po e stimulon ti. Pse? Ja ta them unë. Pra, nesër unë i them Red Varaku që e kam shok që është prokuror, që jam kryetari i partije modeste, i them gjo. Me hipotetike. Jo, po ndodhe. Prit pra precedenti pra. Po kur ka ndodhur? Ma ka pak këtë kryetarin e bashkisë Tiranës që është Poli Hoxha, dhe mi bënja 2 letra dhe ma ço në arrest me burg. Po, letrat falso? Jo letrat falso, më për pa akuz si që është doja tani unë kam bërgje ndryshë nga doja Balluku thashore. Velia i pa akuz. Si ishte kur e qove në burg? Po procedim më burg. Po procedim më. Kapet çon njerëzit në burg pa edhe rrim burg ti sa të bëjnë hetime to, jenë metro. Po ngelet po si, ngelet duke mbrojtur të korruptuarit më burg se shturpi zotit. A është ky populizëm? Po si është ja kjo është ky është gjaku. Jo, ne po dhe 4 dhe po tenton tani. Unë ja kam lexuar dosin ka 14 akuza. Po tenton tani, 140 mund të ketë, po tenton tani me këtë që po thua, që pjesë të gjahut të aty në çakemve në rrjetet sociale të mbësh dhe mua. Bëje, nuk më luçosh as për të. Po thelbi është po vetëm prej Ulsi Manjës si e përgjoj në zyrë. Që ai Berlusconi ka pasur 10 akuza. Trumpin që e kënë kryes qytetar, 10 akuza. Kryetari i Bashkisë New Yorkut ka 10 akuza. Gjithë jashtë. Tek ne, hajde futu në burg, shohim mos gjejmë në një provë dhe pastaj shohim mos ashtu. E kupton? Kjo është propaganda. Okej. Jo. Është propaganda, kjo është bazike më burg. E balanca më. Ore, e di për çfarë vetë fjalë valla. Për 5 veta më, për 5 njerëzit që kanë patur në dorë pasuritë e Shqipërisë. Dëgjoj, ta bëjë për këta bëhet fjalë. Dëgjoj deri në fund. Ta bënte me Ballukun, që ka akuzë sot që flasin. Jam dakord. Pra, e ka akuzën. Është në akuzë. Veliaj për shembull, hetim para plak. Hetim para prak, por rrin burg ti ndërkohë që ne bëjmë hetim para prak. Nuk ka akuzë Balluku është në procedim penal. Është e pandehur, po dhe ai pandehur ishte kurumor më. Ishte nën hetim para. Juve ora akuza paraqitet në gjykatë vëlla. Dhe janë akuza para prak. Duke simuluar dhe duke mbajtur linjat populiste që mirë ju a bëni qenve, ne nuk kemi të duke ndërtuar shtetin e drejtës. Jemi të ndërtuar një shtet thertore, po. Edhe jemi shembull duke ju dhënë ku janë parat, pra. Ku janë parat? Po një 200 parat e spakut, mi e pak, çfarë ka konfiskuar ai që ka bërë? Ja një 200.000 euro ja kapin në flagrancë. 200.000 euro Erionit. Po 500.000 kishte i pastruese në tubat e ajrimit. Më flit ku janë 10 miliona dhe miliarda që edhe 2 vilat atje në qeret janë. Ore vilat. Tani dëgjoj. Sa miliard kanë menaxhuar Alner? Mo lare më burr tani ta relativizosh se nuk ka detektor. Janë 400 milionë fonde incineratorët. Ku janë parat më valla? Dëgjoj. Ore puna e spakut matet me para vlla. Ku i ke parat? Sa ke sekuestruar konfiskuar? 200 milion për 2024. Çfarë të krimit to? Politikës po flasim. Tani dëgjoj. Të politikës për krimin ja heq dhe un kapelën. Po i kot ka të diskrediton njerëz me mesazhet e bregëve të grave, edhe me breg 300 euro. Breg 300 euro. Do të flasim tamam po pra breg 300 euro. Tani dëgjoj një sekond.
Mos talli me nderën tani. Ka mbrojtur Spakun. Mbaj etikën se ja prish emisionin. Jo qoshja, jo menderja. Dëgjoj një sekondë. Çështja e Xhakut është etik. Është stabilitet, dhe thash nuk më lëviz qoshtë. Po, tani dëgjoj një sekondë. Erion Velin. Spaku i çoi kërkesë gjykatës para prag. E aprovoi. Sa herë ka vajtur në gjykatë lart më burri? Tani si do ta zgjidhim me këtë çështje? Ti e fillon thua një prokuror i teket. Ja ju tek prokurorit. Ja miratoi kjo gjykatë, ja miratoi apeli, ja miratoi 2 herë gjykata e lartë. Ka vajtur dhe në gjykatë kushtetuese e la brenda. Po çfarë po bëni më vëlla? Tani ku të vëmë neve tani ne duhet të them pra që sistemi i drejtësisë tani. Po pra është sistemi. Është bërë apo ti është i kapur, pse përmend vetëm këtë gjë nuk e. Ti e nxjerr për të thuaj është i kapur vëlla, troç veri. Jo, nuk këtu ndryshojmë ne dy. E di ku ndryshojmë. Bravo. Mendoj, këtë gjë nuk thua. Unë mendoj. Tregoj burrë. Jo janë më të sofistikuar këta, gjendë këta të gjose mund të kenë alternativë të dy përveç të kapur. Ha, se ka dhe. Ha. QSUT-ja, ke shefat e pavioneve. Tani kush në kundërshton këtu, dali jashtë se bie që gënjen. Si urdhron. Aty, shefat e pavioneve ka nga 100 vjetë që janë aty. Sjellin kalamajt, sjellin niprat, vinë, hyjnë e dalin ministra dhe drejtor QSUT-s, nuk e lëviz dot asnjë njeri aty. Sepse kanë krijuar një klan, një rreth masoneri të mbyllur që s'ke nga i lëviz. Kështu është dhe sistemi i drejtësisë, nga ana tjetër, dhe betejë e Vokshit me politikën e asimit, tregon pikërisht të që sistemi i drejtësisë nga ana tjetër e ka krijuar dhe ai për tu vetë mbrojtur, ka krijuar polin, organizatë kriminale si thot Berisha. Po se e banalizon apo. Po organizatë na tregove më. Po ingranazhe tregove. Organizatë kriminale jo, organizatë është dhe ky televizion. Ha, organizatë është dhe një biznes. U nise nga qendra vajte deri te Ministri i Drejtësisë, po nuk ngritet te Spaku deri në fund bulevardit. Tani çohet deri në fund sepse po je deri u bashkove me ne, thoj, burokracia, e drejtësisë, jo të Spaku. Bashk Flogert. Jo jemi bashkë, ne bashkë jemi gjithkohë me Flogertin, por Flogerti nuk po e nxjerr, nuk po i vë kapak gjës. Ore, nuk e di un kapaku im është ky, që këta brenda sistemit duke qenë se prit, se prandaj ta thash, në finale ajo njësia matse pol është sa veta çove te gjykata përballë atje dhe sa u dënuan. Nuk e di sa janë dënuar sot dhe shqiptarët duan drejtësi. Dikush është drejtësia. Thot doktori, janë vjedh 15 miliard dollar në 10 vjet nga Edi Rama. Shqiptarët thonë, ku janë parat? Ti më thu mu 200.000 euro. Unë të them me nder jush. Ore, du po të them 200.000 euro. Procesi, kjo është proces, po vlla. Ky thot tani e kape këtë, po kujt ja tregon këto ti mo ata i kanë çuar të grave mo. Po lare po i ka fshehur mo në profeshore, ato po jetojnë. Si baro punën më burr. Po si ka dote, po kemi kod ne. Po çfarë për kod Spaku në Flogerti, nëse kemi bërë Spa. Ty si gjeti dot lekët agroshea, ti dashke këta të gjej lekët. Me nxjerr mesazhe, atëherë Spaku që nga showbiz. Nxjerrim mesazhe, edhe bëjmë studio televizive. Ty si ka gjetur dot lekët, as Pilinçi, as Agroshea, ti tani dashke këtu gjende këtyre mirë. Më pëlqen që Flogerti ka ardhur në trajektoren time. Pra, po ndjek të njëjtin kursi me mua dhe atë që unë kam thënë prej muaj me radhë, edhe me Flogertin studio dhe pa Flogertin studio, kemi thënë të njëjtin gjë që Spaku është treguar selektiv, është treguar i pabarabart dhe hera herës nuk është treguar korrekt në çështjet që ka ndjekur. Flogerti. Këtë kam thënë nuk, këtë po thotë Flogerti, por thjesht e interpretoj. Mirë, janë më të sofistikuar këta. Kjo mund shkojë te kryeministri. Ta specialista. Po shko te kryeministri. Shiko ç'a ndodh. Kjo mund shkojë te kryeministri. Ne jemi realisht. Pak është drejt vetëm kryeministrit mos i preken të drejtat e njeriut, mos i preken të drejtat. Republikën nuk dua ta ndryshojmë. Ne një ose ndryshojmë bëjmë monarki dhe bëjmë mbret Dumanin. Ose Dumani ikën nuk ka ikur për 2 muaj. Republik prokurorësh edhe datë 10. Unë dëgjova debatin. Mua pëlqen shqetësimi që ka Flogerti sepse të paktën ka ardhur me këmbë tokë. Sepse hera herës domethënë ka pasur një qasje tjetër, e di ai pse ka mbajtur atë, nuk përfshihen fare pse ka menduar Flogerti ndryshe. Të ndryshosh mendim për një gjë tregon zgjuarsi edhe është merit. Quhet mbështetje.
ja ka dhënë mbështetjen, tani po e kritikon më ashpër se mua. Unë e dhënë mbështetjen në moment. Unë kam legjitimitet një sekond. Unë kam legjitimitet. Ai që ke bërë ti nuk është mbështetje. Ti pa dashje e bër bashkë fajtor. No, unë kam legjitimitet. Unë kam legitimitetin të kërkoj llogari sot. Sepse kam besuar dhe kam luftuar pasi kanë vrarë 30 vjet, pasi kanë ekzekutuar pjesën më të madhe të shqiptarëve pa vendim. Ka luftë pa vendim. Albert mos bëni gjë agresorë deri deri. Albert të bëj një pyetje. Edhe unë e konstatova këtë që ke konstatuar ti, po unë jam kurioz të di, me që ti e hape këtë dhe këtë konstatim që e more në dy kohë, si ka qenë. Po e bën më mirë se dhe çdo njeri ka të drejtën e vet, e kupton, të ndryshojë dhe të mbajë qëndrim. Pyetja që kam unë për ty, çfarë ka ndodhur që ndryshoi qëndrim Flogerti, domethënë? Se për shkak kur ishte zoti Berisha, kur ishte puna për zotin Berisha, ishte i mirë Spaku. Çka ka ndodhur që tani ka janë organizat? Jo, Spaku është shumë mirë përgatitur. Unë nuk besoj. Mirë, ne sa vazhdojmë debatin së bashku. Belës deri ujë të zi hetimit. Po çfarë ka ndryshuar? Si palidhje mo? Po çfarë ka ndryshuar? Unë kam thënë për doktorin Flogerti, ke qenë i përfshirë emocionalisht në mbështetjen e Spakut. Unë ka nisur me Erion Veli dhe është përforcuar me Belën. Kur Erion Veli është sulmuar, ka sulmuar personalisht Olzdadon unë kam qenë me prokuror, me Spakun. Kam qenë kundër Erion Veliet dhe e di dhe ky zotëria këtu. Unë jam kundër Sali Berishës kur i thot Spakut organizat kriminale, kur e kriminalizon. Një gjëjtë edhe ti. Organizatë. Vetëm këtë epitet nuk i vure. Ti i vure skem, i vure brenda grupe që nuk lvizin. E pa a. Ja thete. E pa a. Pa aftëve të pa aftë nuk janë ata. Jo, pa atëherë është gënjim i madh sepse unë dua parat vlla. Ku janë parat? Shiko, Flogerti na thuaj deri dje ke menduar me mendjen tënde apo të kanë këshilluar dhe e njihë situatën ashtu dhe sot ti ke ardhur ke parë një çast tjetër. Po gjon ti apo? Po të dëgjoj pra sepse ti thua deri dje kam mbështetur sepse besoja. Tani do thotë që ti deri dje nuk e ke njohur situatën. Unë nuk e kam kritikuar Spakun sa arrestoi Sali Berishën. Unë kam ditur informacione çka kam bërë brenda. Unë besoj, jam i bindur, zëbe, që ti nuk je pedofil. Po qa lidhe ka, burë mos kalo cinizma ose hajdut. Po nesër, ti mund ta bësh gabimin ore, dhe unë zgënjem shumë. Ose mund të marrë vesh diçka që unë s'e di. Nuk e, po të marrë ty se s'dua Cinizmi nuk shkon këtë rast. Unë mendoj që ti deri dje unë kam patur, kam besuar Polin, kam besuar Polin. A pra këtë thoj, të më kanë keq informuar lidhur mbi Spakun. Po ka keq informuar. Po çka ka ndryshuar unë? Mos dinë se unë edhe unë njëjtë jam. Ti sa po pranove? Unë kam ndryshuar një gjë. Ndryshe nga ti që nuk ke fare pritshmëri për rezultate. Unë kam shumë. S'ke fare ti. Ti thua vetëm çonin njerëz në burg, po para. S'ka rëndësi ku janë. Përkundër. Valla unë dua parator. Jo, patjetër parator. Po çfarë bëj 6 muaj burg dil dhe më para. Unë me burgun ja. Për mua letërin ja. Eksakt. Tani çështja është kjo. E vetmja gjë që ka ndryshuar Flogert, ka ndryshuar që siç ka ndryshuar dhe te Rama më valla. Edhe Rama thot Republik prokurorësh bajti gjithët. E njëjta gjë ka ndryshuar. Ka ndryshuar vetëm që kur pala tjetër politike ka punë me Spakun, ajo palë është e mirë. Kur pala, e kupton, kur të vjen kur i vjen radha palës tjetër fillon dhe thot jo, fillon e delegjim. Dhe unë e kam thënë që do vi një ditë. Kush kundërshton hetimet është Ivan. Dëgjoj, kam thënë që do vi një ditë që këto dy palë ekstreme do bashkohen, ja ku janë, si dhe u bashkuar. Dhe gjithë kundra Spakut, e kupton dhe GKK-s. Unë jam i gjë. Çfarë kupton kundra Spakut? Ka më bërë që ta delegjitimi, mosh ta relativizoj. Punën pa. Ore më fal, ka një lloj kritike. Do të flasim për gabimet e Spakut. Ka një lloj kritike, ka një lloj presioni pozitiv që unë i them Spakut, të lutem, nxirri ujë të zi Belinda Balluku, Erion Veliet e gjithë këtyre. Mi lër mesazhet, nuk më duhet numri bregve dhe i tangave të askujt. Të lutem, a mund të më thuash pak këtyre hajdutave sa ju ke kap? Sa mi ke kthyer në buxhet? Po është në proces. Si do ndërtohet çerdhja si me bie? Si do bëhet? Këtë dua unë më burr. Nëse unë do kënaqem vetëm, e bllokuan dhe këtë, e lidhën dhe këtë dhe pastaj ai ha e pije. Po jam kishte para 2 javësh gjykata e lartë për krimin kanë pasur. Para 2 javësh gjykata e lartë la 26 pasuri të sekuestruara, domethënë që akoma s'ka mbaruar procesi de facto, sa shu janë të preventive.
të zonjë të Jamar Maltezit dhe zonjës ti. Po. Kush, ke të Arben Ahmetajt, ke të tjerëve, ke të Ilir Metës, ke një 10-15 të Monikës. Pak më ne i kemi kritikuar për 10 miliarda. Po prit më, o ti zotëri, po pse më çfarë janë ata më buri dhe do vend e kanë fuqinë ata tani për tani. Janë në proces offshore. Ka një proces shumë të rëndë që po i do të me vllajën e vet. Ato janë të gjitha proces, ky thot, mi mbledh mua gjithë lekët që kanë vjedhur aty. Ato duhen vërtetuar, se s'do verë të sekuestroj ai. Almeri thot nuk shkon ke kryeministri, Flogerti thot shkon, ti si mendon? Do shkon që të shkema të parë. Nuk ka shans të mos shkojnë. Shabani është zoti më. Nuk ka shans të mos shkojnë, sepse mund të mos shkojnë vetëm në rastin që Edi Rama nuk ka ditur gjë dhe nuk është brenda. Po të paktën te tuneli i Llogaras është porosit direkte e kryeministrit Rama. Po se fakton do të politikisht është tjetër gjë. Jo, dakord, po dakord. Ne nuk e dim. Po mirë, po sikur të them unë këtë që një nga te kjo çështje e madhe që është bërë i penduar. I penduar. Po patjetër le të mund të jetë. Po hajde fakto pastaj kryeministrin këtë gjë, nuk e fakton sikur të bëhet. Po në bërje sipër as sikur të bëhet. Tani çfarë lidhje? Po nuk ka dëgjoj, kryeministri, nëse do ishte jashtë kësaj loje, nuk shiko, ta trajtosh politikisht çështjen, hajde ta trajtojmë. Unë mendoj, juridikisht asgjë nuk shkon deri te kryeministri, sepse kryeministri për sa kohë është në detyrë me mandat, edhe për sa kohë kushtetuta e jep një mbrojtje që e ka deri në fund të mandatit që është kryeministri. Po nuk po themi sot as nesër. Në të ardhmen, po, kryeministri shqiptar kemi parë që Sanaderi ka qenë në burg, edhe pse integroi Kroacinë në Bashkinë Evropian. Nesër të gjitha çështjet unë besoj që drejtësia do veprojë dhe mbi Edi Ramën. Po Edi Ramën kur 70 vjeç, se Edi Ramën për sa kohë është në qeverisje nuk mendoj. Tani, Spaku, nëse të kthejmë debatet e Flogerti. Unë për shembull kam qenë racional dhe kam qenë i vërtet ato mendoj që kam thënë, nuk kam mbajtur qendrim që të më orientonin apo këshillonin të tjerë se çfarë duhet mendoj për Spakun. Jo, marr informacion more, mos ngatro. Atëherë, do thotë që ke nisur shumë vonë marrin informacion. Po jo, mos e kam nisur vonë. Ndërkohë që ti i thoje janë ushtar të Ramës ta prokuror, unë thoya nuk janë. Po, unë e them. Dhe më ka rezultuar që nuk ka, po ti vetëm i referosh Spakun. Po ja, po te Balluku u bëre prospakisti më i madh. Unë jam prospakist. Unë jam, ka një gjë. Ti thua janë ushtar të Ramës. Një pjesë po. Unë se kam thënë kurrë. Dhe mua po më jep historia e drejtë. Ti po thua fjalët e mia po interpreton me gjuhën tënde që është gjuhë e rafiniruar, është gjuhë më specialiste. Qendrimet pra tani specialiste. Dakor, pra qendrimet janë që unë kam thënë që ai Spaku ka te koka vetëm amerikane dhe nuk ka e dram, mund të ketë në gjë të vogël, po jo thelbin e saj. Ju keni thënë të kundërt. Nuk kam thënë që disa prokurorë bashkëni mos u zini kot. Disa prokurorë veprojnë me kokën e tyre dhe disa me ty më pastaj. Ai që nga shumë egoist. O bëxheloz, këto bashkëni frodit. Po deri kthehemi sepse më do të frodin për vete. Molli Poli Dorashkën. Unë nuk jam bërë prospakist, unë jam pro individëve që bëjnë punën aty ta bëjnë deri në fund. Pro drejtësisë më thuaj. Por pro drejtësisë jemi të gjithë sepse unë nuk mund të dal tani. Nuk mund të dal kundër interesit kombëtar kur atë reformë kanë votuar 140 si Çeçu, aty kanë votuar të gjithë dhe ajo i bën mirë Shqipërisë. Po kur ajo vepron me drejtësi të shtëmbër, ore zotëri, hajde ta gjykojmë Sali Berishën për çfarë të thua ti. Por nuk ka asnjë jurist që ta pranon ty që Sali Berisha ka gabuar me vendim kolegjal. Po kjo është gabim për afër mend. Zotëri është gjyqë, është në gjyq. Po mirë, do ta fitoj gjyqin, do ta fitoj gjyqin, po smera mu nuk mbroj Berishën këtu me dere, ka kaluar. Do t'i marr një nga një. Por Erion Veliaj, do t'i marr dosjet. Erion Veliaj, zotëri, deri në momentin që Erion Veliaj nuk do ishte përgjuar në burg nga Ulsimanja, Erion Veliaj sot do ishte jashtë. Erion Veliaj ka gabuar duke i besuar vetes mësues se ç'duhet dhe ka gabuar dhe ka folur, nuk ka qenë këshilluar sa ç'duhet dhe ka folur më tepër se ç'duhej dhe kur doli në gjyq, prokurorët thanë këtë debat me atë. Ky zotëria prish provat, intimidon dëshmitarët, kështenon dëshmitarët dhe ky mund të jetë rrezik. Për atë arsye do ta mbajmë qeli. 2. Ilir Meta, thuaj ti çfarë i themi ne Ilir Metës për atë që ka thënë Ilir Metës. Ilir Meta ka firmosur Indrit Brahimllari me Monika Kurremadhin, burgun e bën Ilir Meta për dosjen e lobingut. Tani unë për këtë kritikoj Spakun, si për zotërin vepron në këtë gjë. Ilir Meta sot sa dua kohë tha se janë 70.000 faqe. Ka një gjë. Tash ato 70.000 faqe po ti vetë. Tani do flasim për mega apo për detaje. Unë po të marr çështën një nga një, pse them Spaku ka gabuar. Tani ajo pretendimi juridik. Zotëri, tani të gjithë, unë po të paraqes 1, 2, 3 me prova, gjykojnë qytetarët, dikujt është Spaku. Ore, a thes të flasë jurist, lere më gjykatën të flasë. Unë si kam ndërhyrë më, po më flas gabimet e Spaku atë që thon jurist. Berisha s'ka faj, Meta s'ka faj, Bela ka faj. Jo më Bela ka faj.